Unë të këtë lidhuna, nuk mund të me kalu pëjtë porë, dytin, janë lidhuna e mes veti, dhe thjesht ka dështu procesi, 30 për pora, kjo është shumë e qartë. E ki në vendimin e Hashim Thaqit këtë rast që me thuti. Nuk mund është të me shku. Kur zgjedh Hashim Thaqi president. Se kjo këtu më kthy dhe në praktikë me po që ka funksionu. A e din kur ka dosh me fillu procedura, kur po që nuk ka vota shumë. Në farë mimika i bën Hashim Thaqi Isa Mustafës për me mri me i bin deputet me ishtin sallë, me kriju kurumin se ka di që veni shkon zgjedhje. Dhe e kanë parandalu, tu e i fut deputetën sot. Pra, shumë e qartë ka qenë kjo. Shumë e qartë ka qenë kjo. Ka qenë në rastin e Bexhet Pacollit. Jo, 2016 e nga qu. Edhe që ka qenë përfundimi? Ka ik edhe kjo. Po që ka qenë përfundimi? Qëre, ka qenë përfundimi kështu. Ka thonë, gjykata decisivisht të thotë, nuk mund është me hi në rundin e dytë, pa shtirë rundi parë. Sakt, po s'mund, normale. Po, edhe nuk thot në asnjë dispozit aty akt vendimi. Që vani shkon zgjedhje me paragrafin e Po nuk është trajtuar atë. Ti e di që gjykata kushtetuese i trajton deri të varet për pyetjes si vot. Nuk e ka trajtuar atë të shku zgjedhje. Ti nuk merr gjykata kushtetuese kjo. Ka qenë temë kjo. Edhe te puna e deputetëve që shumë citon vendimin e gjykatës kushtetuese. Çu çka thotë vendimet e gjykatës kushtetuese thotë deputetët duhet ta konsiderojnë si detyrë kushtetuese të tyre zgjedhjen e presidentit. Po duhet ta konsiderojnë. Jo obligim. E para dyta, thot, pra formulimi që përdor gjykata është duhet të ndjehen të obliguar, duhet ta konsiderojnë si detyrë kushtetuese. Gjithmonë duhet ta konsiderojnë. Është konsiderim, pra nuk është obligim, nuk është obligim. Edhe të tjera, nuk është. E të tjera nuk është as parakusht dhe as kërkesë kushtetuese që të gjithë 120 deputetët të jenë pranë. Pra nuk mund të bëjë 120 deputetë konforme. Po s'ka kesh përdor pra. Po jo më ta kesh përdorur ty, po do të më sqaroj temën. Po na thon kush? Se nuk, po jo se ti kur vizet vetvendosje. Kur i obligon të deputet. Nëse korumi për president është 80 deputet. Kur ti obligon 80 me qenë në sallë, atë obligojnë 120, sepse duhet me vjet rregullat e njëjta.